Siç thot Ibn Kaimi rahimahullah në librin e tij të rëndësishëm Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, pra në lidhje me mësimet që mirën nga porosit dhe udhëzimet dhe jeta e pejgamberit alayhis salam, në këtë libër të rëndësishëm Ibn Kaimi në fillim flet për zgjedhjen që ja bën Allahu subhanahu wa taala disa prej krijesave të tij. Disa krijesa Allahu i lartësuar i përzgjedh dhe i veçon prej krijesave të tjera, domethënë me vlerë dhe me rëndësinë që ata kanë. Thot Ibn Kaimi në fillim aty në start këtij libri thot Allahu i lartësuar ja ka zbritur librin e tij më të zgjedhur, pejgamberit të tij më të zgjedhur, Muhamedit alayhis salam, nëpërmjet engjëllit të tij më të zgjedhur, Xhibrilit alayhis salam, në muajin e tij më të zgjedhur të Ramazanit, muaji Ramazanit, në natën e tij më të zgjedhur dhe më të rëndësishme, natën e Kadrit, dhe në vendin më të rëndësishëm e që është Mekja e nderuar.